Dyshimet për përdorimin e vajit të palmës dhe qumshtit pluhur në produktet që janë shitur qytetarëve si qumësht lope kanë trondituar me drejtën opinionin publik. Nuk bëhet fjalë vetëm për një debat teknik të industrisë ushqimore, por për një çështje thelbësore të besimit, të shëndetit publik dhe të mbrojtjes së konsumatorit. Sipas reagimeve, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka kryer kontroll në fabrikën e qumshtit Vita në Istog, ku janë marrë mostra qumshti UHT, qumshtit pluhur dhe vaj të palmës për analiza laboratorike. AUV, po ashtu, ka njoftuar se gjatë inspektimit fizik janë konstatuar mos përputhje me legjislacionin në fuqi. Në këtë fazë deri në publikimin e rezultateve zyrtare laboratorike, askush nuk duhet të shpall fajsi përfundimtare, por vetë fakti që në një objekt që përpunon qumësht gjendet linja dhe lëndë të para të qumshtit pluhur, hir, protein qumshti dhe vaj palme, e bën të domosdoshme që institucionet të shkojnë deri në fund dhe të sqarojnë publikisht çfarë është prodhuar, si është etiketuar dhe çfarë është shitur qytetarëve për vite me radhë. Thelbi i problemit është i thjeshtë. Nëse një produkt shitet si qumësht lope, qytetari ka të drejtë të presë se po blen qumësht lope, jo për zgjerrje me ndyrë bimore apo me zëvendësues më të lirë industrial. Vaji i palmës mund të përdoret në produkte të caktuara ushqimore vetëm nëse deklarohet qartë dhe nëse produkti nuk e mashtron konsumatorin, por nëse ai i përdor për ta zëvendësuar yndyrën natyrale të qumshtit ndërsa në raft parashitet si qumësht normal, atëherë kjo nuk është më vetëm çështje teknologjike, kjo është mashtrim. Pse do ta bënte një prodhues këtë? Përgjigjja është e qartë. Përfitim. Yndyra natyrale e qumshtit dhe qumshti i freskët kustojnë më shumë. Vaji i palmës, qumshti pluhur, hira dhe përbërës të tjerë industrial mund ta ulin konsumin, të rrisin sasinë e produktit final dhe të bëjnë prodhimin më të lirë. Nëse pastaj ky produkt shitet me çmim dhe imazhin e lopës, prodhuesi fiton më shumë, ndërsa humb konsumatori. Humbja nuk është vetëm në xhepin e qytetarit, humbja është edhe në shëndet. Vaji i palmës ka përbërje të lartë të yndyrave të ngopura, të cilat lidhen me rritjen e LDL-s, kolesterolit, pra kolesterolit të keq. Në këtë çështje nuk mjafton një komunikat e shkurtër as një sqarim i përgjithshëm. Qytetarët kanë të drejtë të dinë emrat e produkteve, periudhat e prodhimit, përbërjen reale dhe rezultatet laboratorike. Institucionet duhet të publikojnë analizat zyrtare, të kontrollojnë të gjitha fabrikat, të verifikojnë importet e vajit të palmës dhe qumshtit pluhur dhe të tregojnë se ku kanë përfunduar këto lëndë të para.